Faktikisht nuk ka kur gjë që vjen kundërshtim me rezolutën 1244. Morina? Një lajm I mirë, do të thotë me posedimin e dronëve të për FSK-n, dhe kjo është një shpresë se qeveria e institucionet e Kosovës duhet vazhdimisht do të thotë të armatosin ushtrinë, po edhe një anë edhe policinë me armatime më moderne, jo me qëllim të sulmeve ose të sulmimit të ndonjë shteti, por të mbrojtjes së vendit, shtetit. Dronet të cilat kanë ardhur do të thotë dje dhe janë tani pronë e FSK-s, janë ndër dronet më të mirë, më të përdorshëm dhe përdoren do të thotë një përdorimshe së bashku me objektin shkatërrohen edhe vet, dhe gjithashtu janë më të përdorshëm në aspektin e përdorimit të rëndësishëm, sidomos kundër autoblindave, tankseve, automjeteve të blinduara e tjera, ose formave tjera të blindimeve, dhe kjo formë do të thotë e dronëve është e mirësuar për FSK-n, por unë mendoj se kjo do të pasurohet edhe me pajisje tjera teknike dhe teknologjike. Në njoftimin e djeshëm u tha se kanë ardhur 3 muaj para datës kur edhe do duhet të vishin. Si interpretohet kjo pas një deklarate të Vučićit ku përmendi se të gjithë po përgatiten për luftë, ishte një deklarate e bujshme e tij? Po, duke marrë për bazë ato që vazhdimisht Vučići edhe pushteti I Serbisë aludon në Kosovën edhe në shtetet tjera Ballkanit, se ato po armatosen e tjera, sidomos në rastin e marrëveshjes mes Shqipërisë, Kosovës edhe Kroacisë, ai në momentin e caktuar ka tërheq atëherë edhe ambasadorin serb në Kroaci për shkak të kësaj marrëveshje, por gjithsesi institucionet tona të Kosovës edhe në takimin që është marrë në Durrës, jo është bërë me dije se qëllimi I armatimit, I profesionalizmit të FSK-s, po edhe të policisë është me qëllim mbrojtjes e jo me qëllime tendencioze. Kurse Vučići të gjitha këto I ndërmerr me qëllime që në një mënyrë për konsum të brendshëm, të ngrit pozicionin e qeverisë së tij dhe të tij posaçërisht, duke jo thënë banorëve të tij ose shtetasëve të tij se që ai interesohet për serbët në veri, për serbët në Kosovë, edhe për serbët në tërësi, dhe kjo është do të thotë qëllimi kryesor I tij. Dhe ai çdo herë lun me këtë kartën e luftës. Në thojza, me qëllime të caktume, në mënyrë që shtetet perëndimore, shtetet bashkuara të Amerikës, në një mënyrë të dhënë fonde të caktume, të thith fonde të caktume, duke bën shantazh, presione të vazhdueshme për me ul tensionet. Po, do të jetë Gecaj kjo një shtys për ta forcuar Vučić narrativen e tij akoma më shumë për luftën. Sigurisht që ai siç e tha edhe koloneli, e mon elektoratin e vet, po edhe popullin e Serbisë të ndosur me këtë ndjenjen e rrezikut, sepse ashtu I duhet atina në planin e brendshëm, për shkak se këtë po them për shkak se duhet ta kuptojmë mirë që as Serbia, as Kosova, as ndonjë shtet tjetër në region nuk ka kapacitete për të nisë një luftë të re pa një ndërhyrje të një fuqie të madhe. Në këtë rast, Rusia është ajo që mbështet Serbinë dhe I ban presion fakt për të filluar një luftë në Ballkan, dhe këtë presion e ka ushtruar mbi Serbinë vazhdimisht që nga fillimi I luftës në Ukrainë. Por Serbia lun